Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë. Dua të ndalemi pak tek fondi akorduar për skemën e pensioneve. Gjithsej, për bonusin e fundvitit, janë 97 milion euro, të cilët do të ndahen për pensionistët. Duhet lënë gjithmonë në këtë lloj pra formule që do të thotë bazuar në fondet dhe mundësitë që ka një qeveri të akordoj dhe të përcaktoj bonusin e fundvitit, apo duhet jetë... Qeveria ka theksuar ndryshim për pensionet në mënyrë ligjore që të rrisin pensionet nuk do të ketë. Nuk do të ketë. Gjithçka do të menaxhohet nëpërmjet bonuseve, të cilat kanë qenë një herë në vit, të tjerë dy herë në vit, ndoshta strategjie. Po kjo është më tepër se një pjesë strategjie e pjesë e kontrollit të buxhetit. To momentalisht nuk janë përgatitur të kenë ndryshim strukturor për pjesën e pensionistëve edhe për krahje sociale. Do rritet vetëm me indeksin e inflacionit, siç u rrit bazuar në normën e inflacionit. Normën e inflacionit dhe pjesa tjetër pastaj ato mendojnë që gjithmonë nëse performanca e mbledhjes së të ardhurave do të jetë pozitive, atëherë ato do të japin para pensionistët. Nëse nuk do të ketë performancë të mirë, atëherë do të jetë bonusi do jetë shumë i vogël ose ndoshta edhe më mos ketë fare. Gjithçka ato e lidhin. Kjo për bonusin e pranverës, sepse është fakt që bonusi i fundvitit, ne kemi dhe rithënë shumë herë në fakt edhe në studion e emisionit, është i përcaktuar si zë më vete në buxhet, por jo masa e bonusit. Ajo masë që ka qenë buxheti për ta përballuar. Por kjo është një zgjidhje përcipta, kjo është një zgjidhje më tepër duket mua si elektorale se sa një zgjidhje e vërtet që për të hequr atë ngërçin që ka për në skemën e sigurimeve. Se nuk mund të nisësh që një stres e tillë që është një numër i konsiderueshëm pensionistësh të varen nga se si menaxhohen të ardhurat në buxhetin e shtetit. Jo më larg se para disa ditësh nga FMN-ja jemi konsideruar si shteti që menaxhon më keq shpenzimet publike. Dhe duke u nisur nga kjo, ka shumë problematika për të regjeneruar ca të ardhura që të mendojmë që ato që kanë punuar një jetë të marrin në një kothere bukë më shumë. Kështu që duhet marrë më seriozisht dhe duhet ndërhyrë te pjesa e sistemit të sigurimeve shoqërore për të pasur një diçka më tepër dhe mos ngel në mëshirën e menaxhimit të shpenzimeve publike apo të ardhurave që presim të shtohen nga funksionimi i tatimeve dhe i doganave, sepse ato janë që sjellin edhe pjesën më mirë të ardhurave. Pavarësisht këtyre le të themi instrumenteve që qeveria po përdor për t'ju ardhur në ndihmë, edhe për t'ju ofruar një lloj mbështetje kësaj kategorie, pra kategorisë së pensionistëve, duke ofruar 2 bonuse në harkun e një viti, pra krahas bonusit të fundvitit që jepet me rastin e festës së ndrimit viteve, edhe një bonus në pranverë, siç ndodhi pra këtë vit në 2025, po ashtu edhe skema e indeksimit që bëhet bazuar në normën e inflacionit. Krahas këtyre të cilat do t'jenë një qasje e përkohshme në kuptimin për t'ju dhënë një pagesë, le të themi që ju mundson atyre apo i kënaq deri diku për vitin në cilën jemi, nuk është hequr dorë nga qasja që qeveria ka, pra plani i qeverisë për të reformuar skemën aktuale të pensioneve. Pra, fakti që suportohen pensionistët përmes bonuseve nuk do të thotë që qeveria ka hequr dorë nga objektivi për ta riparë dhe për ndryshuar skemën aktuale të pensioneve, sepse janë në fazën e vlerësimit për kuptuar se çfarë do të ndodh me skemën. Po ka dhe një gjë që neve paraja na zhvlerësohet çdo ditë, është ajo norma e inflacionit. Dhe kjo e fundvitit ka të bëjë me shpërblimin ose kthimin e normës inflacionit që ato kanë marrë më pak para në kohë dhe tani barazohet, apo janë shpërblime. Sepse ashtu si paga rritet çdo vit në momentin me që se zhvlerësohet paraja, ashtu dhe këto pensionistë ju zhvlerësohet ajo para dhe në fund vitit a bëhet barazimi me normën e inflacionit që është, apo ato vërtet marrin një rritje apo një shpërblim. Pra mund të jetë edhe një mënyrë për sepse normal.
Për mua për të amortizuar normën e inflacionit. Normën e inflacionit. Paktën si vjetë është 3% me bazë të Rritjen e çmimeve. Mund të jetë edhe kjo. Jo mund tjetë, po është kjo. Se realisht themi 11 muaj, që ato kanë marrë të njëjtën para, po ajo para nuk ka të njëjtën vlerë që ka pasur vjetë, se po e kemi normën e inflacionit 3. Atëre marrja në fund vitit e këtij shpërblimit do të thotë që ti barazon dhe të paktën e kthen të jep vlerën në kohë të parave. Zyrtarisht e bëre muajin e kaluar indeksimin. Zyrtarisht me shifrat që ata kanë, po themi i vendosin e din vetë, i përllogarisin vetë. Një ndër aspektet paktën që sugjerojnë dhe ekspertët për të riparë është edhe mënyra se si bëhet indeksimi. Pra, jo bazuar duhet bazuar në shportën e konsumit dhe në shportën... Se kur e bëjmë llogaritë me xhepin ton, themi që nuk është aq indeksimi. Pastaj se si bën qeveria dhe institucionet përgjegjëse për këtë, pastaj duhet me pa metodika që ato bëjnë edhe ku i marrin. Ajo është një normë inflacioni efektive që të japi realitetin, a është një normë nxjerrë nga shteti që mbeten të kënaqur të gjithë edhe kaq, sepse nëse i marrim me radh gjithë parametrat që bëjnë ekonomi dhe që duhet për normën e inflacionit, atëherë del gjë tjetër. Pensionistët në një farë mënyrë i indeksoj. Ndërsa gjithë pjesën tjetër të popullsisë, ne nuk e kemi ato kulturën si që kanë gjithë shtetet e tjera, që çdo punonjës duhet të shpërblehet në pagën e 13. Po thuaj se gjithë Europa e ka një shpërblim për pagën e 13 punonjësit. Ke neve në Shqipëri është harruar kjo. Po flas edhe për administratën, po kjo duhet të hyjë si kulturë edhe tek privati. Duhet të hyjë edhe tek privati. Ne jemi në atë fazë që mund të aplikojmë këtë praktikë të re që duhet të hyjnë në Shqipëri, që punonjësit edhe për efekt rezultateve, edhe për motivimin e tyre, duhet ta kenë patjetër një pagë të 13 për si qipet në çdo kund për festat e vitit. Ne kemi pasur përpara, administrata ka pasur, por edhe privatët ka pasur. Po duket se vjet nuk ju dha fare. Po jo, ka disa vite që nuk jep. Ka disa vite që nuk jep. Ka vetëm disa privat e aplikojnë... A e të e fusin të politikat për të motivuar punonjësit e vetë. Shteti ka harruar këtë pjesën. Kështu që edhe kjo, me që u e bërë rishikim buxhetit, duhet ishte... Po, duke qenë se të paktën në 2 vitet e fundit, prej 2023-shit, kur është bërë rritja e pagës minimale, por edhe pagës mesatare në sektorin publik, gjithmonë është konsideruar si një vendimarrje pra nga ana e qeverisë, e cila ka vënë në vështirësi në udhëkryq sipërmarrjen private, sepse një sektor publik që bëhet i konkurrueshëm dhe një sektor privat që pagën mesatare ka më të ulët se sa paga mesatare në sektorin publik. Pra, edhe në këtë rast, kjo i vazhdonte, pra kjo do të kuotonte, le themi, më lart sektorin publik dhe do të ishte një disavantazh i shtuar për sektorin privat. Pra, një risk e mbartë edhe kjo politikë. Apo është koha që punonjësi duhet jetë... Jo, patjetër punonjësi duhet jetë... Ne kemi qenë vetë... Ne i përkasëm asaj administratë që e merrshim bonusin e fund vitit. Ne administratë kemi qenë 15-20 vjetë përpara dhe i përkasëm asaj administratë që në fund vitit merrshim bonus. Edhe diku para 6-7 vjetëve merrshim bonus, ndosë ajo një pak, po më pak, gjysmë pak. E përballon buxheti i shtetit një pak, po, një pak me 13. Ne kemi suficit në kemi suficit, po. Atere, ka disa politika që ti duhet ta stimulosh punojësin. Dhe ndërkohë duke ditur që zhvlerësohet paraja, atere duhet paktën të kenë një ekonomi të mirë. Nuk mund të pretendosh që të kesh një ndërgjegjësim të punojësve të sektorit publik, ndërkohë që paraja atyre në xhep nuk ekziston. Atere kjo e nxit pjesën e korrupsionit, pjesën e gjithë gjërave të tjera, pasi quhen dhe shtresa më e varfër. Duhet thënë që në sektorin publik punojnë dhe 17% e punojësve. Do të thotë është një numër i konsiderueshëm dhe ndërkohë pjesa e trajtimit të tyre, po ndërkohë gjithmonë dhe shteti është një shembull përballë privatit, kështu që do ishte pjesë më e mirë që ato të kishin edhe ato bonusin e vitit për të stimuluar, po dhe ndërkohë
për të parë të bëjnë punën më me përgjegjësi dhe më pak korruptiv. Do ndikonte në performancën. Patjetër, do të jetë ndërlidhur, ndërlidhur. Se do presin dhurat pasaj nga të tjerët, nëse nuk do kenë mundësi që t'i bëjnë dhurat vetës. Kjo ishte paralajmërim që nëse nuk bëhet gjithsesi. Kjo ndoshta mund të jetë një aspekt që mund të merret në konsiderat, sidomos kur kemi një buxhet I cili ka rezultuar me suficit prej 47 miliard lekësh për të tretin vit radhës. Pra jemi duke performuar mirë, ndonse gjysma prej këtyre parave, le themi, e kësaj teprice vjen nga mos realizimi I shpenzimeve publike. Ato që tham nga FMN-ja që ka dalë si qeveri që ka performancën më të dobët për menaxhimin e shpenzimeve publike. Dhe kjo është e dhimbshme. Megjithatë, ka një sulm për të shpenzuar gjithmonë në 3 mujorin e fundit, pasi çdo ministri deri në fund vitit duhet të ketë menaxhuar, ndryshe I kthen në buxhetin e shtetit fondet që I ka pasur. Kështu që deri në fund vitit ato I sistemojnë buxhetet edhe dalin në mënyrë, domethënë jek shqip, sepse është gjithmonë tendenca që 3 mujorin e fundit ato të shpenzoj ato që nuk I kanë arritur të shpenzonin. Sepse ka dy gjëra në momentin që po flasin për suficit, ose janë mbi të ardhurat asaj që kemi programuar, ose ndërkohë kanë mbetur pa u shpenzuar dhe pa përfunduar projektet që ishin nisur për t'i bërë, sepse jo të gjitha bëhen në 3 mujor, në 6 mujor, dhe kur mund të mbyllet viti, duhet kenë projekte që janë pambaruar dhe vazhdojnë dhe vijojnë për vitin e ardhshëm, prandaj dhe domethënë nuk e marr shumë të pjesën e suficitit që kemi në mujorin e parë. Kjo nuk dëshmon një konsolidim pra në aspektin fiskal? Konsolidim, realizimi të ardhura sipas buxhetit patjetër është konsolidim. Kjo duhet të jetë e para, edhe po themi objektivi kryesor I çdo qeverie këtë ka parasysh, konsolidimi fiskal. Nëse nuk ke një konsolidim fiskal, atëherë çdo gjë do të shëmbet. Prandaj edhe ato I kanë të përqendruar shumë tek mbledhjet të ardhura nëmjet tatimeve sidomos, por edhe ndërmjet doganave. Kjo tregon që drejtoria e borxhit duhet ketë punuar fort që ndërkohë ka arritur ka bërë mbledhjen e borxheve tatimore që janë në sistem. Nëse ne nuk I kemi dhëna nga borxhet se sa janë se sa prej borxheve janë, sepse një analizë o ka rritje të mbledhjes së borxheve parapambetura, o ka rritje ekonomike ku bizneset kanë performuar, kanë rritur të ardhurat dhe normalisht që shteti ka vjelje. Kjo do të thotë që ekonomia po zhvillohet, bizneset janë rritur dhe ne të dy jemi kontabilist edhe dim se çfarë ndodh realisht me bizneset, sepse nuk kemi pak dhe unë nuk e marr dot të dytën si primare, por them që drejtoria e borxhit ka arritur të mbledhi më tepër nga borxhet e parapambetura që janë, sepse po nisa që bizneset po ecin shumë mirë, ka realizuar të ardhura normalisht dhe mbushin buxhetin me të ardhurat. Është pjesa e administrimit më tepër, është pjesa e administrimit, se në një emision të fillimit të pranverës ose të fillimit të verës, ishte që borxhet e 2025-ës ishin në ato shifra, më duket 5 mijore, 4 mijore, ishin shumë më lartë se sa në 2024. Do thotë që borxhi tatimor ishte rritur në një nga të dhënat që ka dalë nga drejtoria. Do thotë që nuk është thjesht pjesa e kthimit të borxheve. Ato normalisht e ka ecur si çdo vit besoj. Po më tepër është, unë them që është pjesë edhe e administrimit të tatimor, por është pjesë edhe në një farë mënyrë e ndërgjegjësimit të bizneseve. Shumë bizneset tash nuk janë më në atë fazën të fillojnë të bëjnë makinacione për të... Janë të bindur të kjo pjesë që kush ha biznes duhet me pagu shtetin edhe është normale. është ullu kjo pjesë e këtyre bizneseve të cilët përdorin makinacione fshehin të ardhura. Tani nuk bëjmë që hajde hapim një biznes, po shesin diçka, po funksionon, nuk bëhet më biznes në mënyrë fshatareske. Tashi është rritur pjesa e atyre që hapin biznes, po që dhe menaxhojnë biznesin dhe këtë kjo jam okej. Formalitetit dhe të
ushtrimit të aktivitetit konform gjithë... Ndërkohë që neve kemi pasar për shumë persona fizik tashi, ato shkojnë drejt hapjes shoqërive tregtare, dhe ndërkohë kemi bën që t'jenë dhe më të përgjegjshëm, po dhe të hyjnë në një stad tjetër të llojit të biznesit. Sepse personi fizik ne e dim që më tepër është bërë për të mbijetuar, kur hapte një personi familjes dhe për të mbajtur familjen e këton dhe nuk u shikonte larg, ama statusi i hapur shoqërisë tregtare do të thotë që i fut ato në një rrjedh tjetër, domethënë ka një strategji më afatgjatë për të ecur. Fiskalizimi ka bërë punën e vet, nuk ka numër. Impakti i njësër faktorësh ka ndikuar në këtë nivel të pritse, le të themi, që ka rezultuar buxheti i shtetit. Tani, përpara se të ndalem tek nisur nga kjo situatë, pra situata ekonomike në të cilën ndodhet Shqipëria dhe çfarë duhet të jetë prioritet për vitin e ardhshëm në shpërndarjen apo në zërat buxhetor. Dua të sjell në vëmendje faktin që nga 97 milion euro që është fondi përcaktuar për bonusin e fundvitit, skema pritet të jetë e ngjashme, pra siç veçova edhe pak më herët, pritet të jetë e ngjashme me një vit më parë, që do thotë ata pensionistë të cilët marrin dhe kanë një përfitim mujor më të ulët se 20.000 lekë në muaj, bonusi do të jetë 15.000 lekë, ndërsa ata të cilët kanë një përfitim më të lartë se 20.000 lekë në muaj, bonusi do të jetë 10.000 lekë. Spaku kjo, le themi, është ajo çfarë diskutohet deri më tani, megjithatë mbetet për të parë. I ngjashëm bonusin e pranverës. Po, i ngjashëm mbetet për të parë. Kjo do të thotë që është politikë shumë sociale dhe është për të përgëzuar. Çfarë duhet të ketë parasysh qeveria? Shtesa më e madhe. 1/3 e popullsisë janë pensioni. Domethënë pension me më pak se 20.000 lekë të reja, normalisht janë për të vlerësuar dhe janë për të ndihmuar. Kjo është stres më tepër se sa ato që janë të viteve të më vonshëm dhe që kanë dalë me një pension mbi 20.000 lekë. Çfarë duhet të jetë në fokus në buxhetin për vitin e ardhshëm? Ku duhet të jetë vëmendja? Dy sektorët për cilët do kenë ndikim... Krahas asaj, se ju e thatë, infrastruktura duhet të ketë... Infrastruktura dhe bujqësia, janë dy sektorë, se mos bujqësia që neve çdo vit una kushton shumë jo vetëm në ekonomi, po edhe po themi, edhe në popullsi. Nuk ka më interes kush të merë bujqësinë, ndërkohë që neve kemi potencial goxha në këtë aspekt. Ka nevojë që mund të shfrytëzohet. Jo thjesht si bujqësi, po ka nevojë të shfrytëzohet si, po themi, edhe si deg, edhe si ekonomi për të ardhur, për të ndërlidhur edhe me turizmin, për të ndërlidhur edhe me sektor tjerë. Është shumë e rëndësishme. Ne po hajmë ushqime, po themi që nuk e dim importi, ndërkohë që ne shumë mirë mund të një pjesë shumë të madhe të këtyre produkteve ushqimore, bujqësore që hajmë mund të prodhohen fare mirë në Shqipëri, po thjesht momentalisht sot nuk ka kush interes të punojnë në rrezet. Është shumë e rëndësishme. Pra infrastruktura dhe bujqësia duhet të jenë në vëmendje. Infrastruktura duhet të jetë patjetër në vëmendje, pa harruar pastaj reformën që ka filluar ose studimin në fazën për pensionistët, me që në janar parashikohet që të ndryshojë edhe paga minimale në nivelin e 500 euro. Do kalojë në 50.000 lekë, patjetër kjo duhet reflektohet me domos në ndryshimin e pensioneve në Shqipëri, sepse ka një lidhje midis pagës minimaleve edhe pensioneve, ka një lidhje. Kështu që kjo duhet patjetër... Ka krahas politikës së pagës, qeveria duhet... Patjetër do rishikoj, se është lidhje, nuk është shmanë. Okej, funksionon pjesa e pensioneve së rritet të ardhurat që marrim nga sigurimet shoqërore. Por kjo pagë duhet vlej për rritjen ekonomike dhe jo vetëm për të vjerë ca sigurime shoqërore më tepër, sepse po tham që të 17% janë punojësit publik. A funksionon paga minimale që të dvejet edhe në sektorin privat dhe bujqësi? 432.000 janë vetëm në sektorin e bujqësisë. A ja u jep njeri pagën minimale sa e vendos Shqipëria?
Sa e vendosë qeveria, sepse... Kontributet në të pak do paguen. Ka dy kolona, do të mbulohet nga buxheti i shtetit. Ka dy kolona, një që vendoset paga bruto dhe një që vendoset paga me të llogaritën sigurime shoqërore. Dhe te kjo mund ta vësh pagën, duhet ta vësh sa del në ligj. Ama pagën bruto unë ta jap ty edhe 40.000 dhe 30.000. Domethënë ç'kemi bërë? Neve thjesht kemi marrë më shumë nga paga e punojësit për të paguar sigurimet, sa i mund të marrë dhe 20.000. Pra nuk është një politikë që ndikon... Dhe vlen vetëm për të rritur pjesën e kësaj. Kjo është pjesë e kontratës. Nëse je me kontratë mbi 84 orë në muaj, je detyrueshme, punëtori nuk mund ta paguash më 20.000 lekë. Ma po flasim për sektorin privat, po flasim për sektorin e bujqësisë, nga 1.170.000 që ka Shqipëria punonjës, ama 432.000 janë sektorit bujqësisë. E një pjesë tjetër që e kemi të sektorit privat dhe 70% të gjithë kësaj që janë vetëm sektori publik, që nuk është asnjë gjë për sa i përket si detyrohen bizneset private që t'ju japin pagën minimale, jo mbi ato të cilën llogaritet sigurimet, po mbi ato pak që duhet t'japin. Nuk ndodh që t'japin pagën bruto që vendos shteti për punojësit. Pastaj, pjesa më e madhe janë të detyruar mbi 40.000 lekë. Janë të vetëpuar. Sepse ka thënë ai pagën do ja vesh 50.000 lekë, ndërsa pagesën e kontributit do ta përballoj shteti, do mbulohet nga shteti. Kto janë politika që duhen stimuluar në mënyrë që mendove që infrastruktura dhe pjesa tjetër, bujqësia janë të rëndësishme. Për mua vetëm një gjë ka rëndësi dhe unë e vëj numër 1 në çdo politikë që do të jetë dhe çdo projekt buxhet shtetit, ka të bëjë arsimi. Arsimi mua më prek jashtë masë, duke qenë që kam fëmijë, po dhe shikoj dhe pjesën tjetër, po reduktohen të mësuarit. Ne nuk kemi më atë tru që ka qenë, dhe kjo është e dhimbshme, se sot ne flasim se i komandojnë vetë gjërat, po nesër kur do na komandojnë ato, ku do shkoj? Unë them primare politika arsimit, sepse ajo si është zhvillim, është teknologjia dhe... Më fal, unë jam nga ato që bëj bilancet në Excel, jo se s'dip me i bë në program, por unë e vazhdoj ta kem trurin 100% punë, dhe do të thotë që duke rënë pre e teknologjisë, neve atere bëjmë një brez parazitësh që do të avuajmë në kuris, sepse ato do të na drejtojnë neve. Çdo inteligjencë artificiale ka mbrapa një njeri, sa do e zgjutjet inteligjenta, sa do mirë t'i kopjoj materialet ku do që i ka, së është një kopjuese e mirë, dhe me një shpejtësi rufe, prap të gjithë menaxhohen nga një tru njerëzor. Kështu që truri njerëzor nuk duhet vdesi, po edhe pjesa e arsimit të njerëzve për t'i çuar dhe shkollave, po dhe për të qenë pjesa e arsimit, sepse ne shikojmë shumë arsimtar që janë shumë brapa në pjesën e zhvillimit. Dhe kjo është e rëndësishme dhe unë them trajnimet të arsimit njerë përpara të trajnohen arsimtarët dhe pastaj ato të kenë dhe që aty japin brezit të ri. Duhet bërë lënda që t'jetë më e të rejse që ai fëmijë që shkon atje të ketë mundësi dhe të mësoj dhe të kuptoj mësimin. Kështu që unë numër 1 vëj arsimin, jo se s'gjitha s'duhen, por ne nuk na duhet lekët përpara se na duhet zhvillimi arsimor i mirë për arsimin. Një mbështetje në fakt për sektorin e arsimit ka qenë gjithmonë në 2.5 deri në 3 maksimumi 3% e prodhimit të reformë. Ne nuk kemi arsimin ashtu siç duhet normalisht, siç kërkojnë nevojat ekonomike dhe qëllim. Ne kemi shumë. Neve arsimin, po themi profesional, e kemi 0. Ne pothuajse nuk kemi fare shkolla profesionale. Ne do vuajmë shumë shpejt për shumë profesione, ne do i kemi mangut. Po çfarë brezi po risim dhe çfarë interesi ka për mua infrastruktura dhe gjithë tjerat kur neve kemi fëmijë bosh? Arsimi kërkon reformë strukturore, nuk jo thjesht vetëm përqendrim arsimi. Sot deri diku që të bëhesh mësues duhet të kisha një notë mesatare mbi 8. Ndoshta më përpara ka qenë mbi 9. Sot mund të bëhesh mësues ndjekje shkollë pedagogike dhe mesatare mbi 6. Madje ka edhe në mos gaboj për profilet e mësuesisë një pagë në nivelin e pagës minimale për ata të cilët zgjedhin këto profile, pra profilet e mësuesisë për të inkurajuar të rinj që të arsimi, shëndetësinë janë sektorë që ne kemi vite që nuk i kemi vënë rëndësi. Vazhdojmë me praktikat dhe metodologjinë e vjetër, nuk mendojmë çfarë brezash do rritën normalisht, por kjo nuk është thjesht që arsimi, se ishim ke buxheti, nuk është thjesht që arsimi mbulohet me buxhetin. Arsimi kërkon reformë strukturore.
e thash bujësia edhe infrastruktura, sepse po fliqëm për buxhetin, po patjetër arsimi është një sektor që don vëmendje kryesore strukturore. Tani edhe po të ndalim edhe shëndetësia, do fonde. Megjithatë çdo gjë lidhet me buxhetin. Edhe mbrojtja, edhe si direktive dhe kërkesë trajnojnë të arsimtarët, edhe ndërkohë të bëhet diçka, sepse arsimtarët na edukojnë fëmijët, dhe prandaj është e rëndësishme pjesa e trajnimit apo rritja e nivelit të arsimit, kështu që nëse hedhim buxhet për ato, kemi hedhur buxhet për të ardhmen. Në drejtim të e fundit kjo, në drejtim të paketës fiskale, pavarësisht se nga grupet e interesit, bizneset, po ashtu edhe institucionet të ndërkombëtare, pjesa e qëndrueshmërisë fiskale ka qenë aja e kërkesave, sepse në këtë mënyrë nuk dëmtohet sipërmarrja, pra përgatitet. Po. Ne diskutuam pak pjesën e pagës, sepse edhe ndryshimi i pagës e cënon biznesin, kuptimin e një le themi politike që ndjek qeveria, po, e cënon. Pavarësisht se 18 muaj do të mbulohet. Do mbulohet nga buxheti i shtetit, paktën jep kohë derisa të parafrohen. Jep kohë bizneseve të përshtaten me pagën e re, modelin e ri, jep kohë. Çfarë duhet marrë në konsiderat tjetër edhe nisur nga kërkesat që ka vetë biznesi? Atëre, përsa i përket politikat fiskale, deri tani kemi pasur atë qëndrueshmërinë që tham, por ndërkohë nuk duhet të kemi ndryshime të erëpaseshme të gjërave, sepse ky ndryshim i erëpaseshëm nuk e bën as efikase tatimet, po as edhe pjesën e bizneseve që na duhet kohë për të azhërnuar. Përpara kemi pasur në nëntor, tetor, kur dilte projekt buxheti, po edhe politikat fiskale që do ndiqeshin për vitin e ardhshëm, ne që atje dinim që në korrik do rritesh rroga, do bëhesh kjo, do bëhesh, dhe ishim okay, dhe më mjaftonte vetëm një herë ta lexoja dhe tisha gjithë vitin e përgatitur përpara se të më vinin subjekte. Ndërsa sot më thot subjekti, shefe pas në televizor, këtë u bë kjo, u bë ajo, sepse më përpara është lajm, pastaj vjen VKM-ja apo udhëzimi për të bërë procedurën. Edhe kjo është një çik gjë që na çdon, sepse mbetemi përpara klientëve keq, sepse normalisht unë pres ndalin fletore zyrtare, les në VKM-ja, udhëzimi, dhe pastaj të themi që është pjesë e zbatimit. Publikohen disa herë, publikohen nga momenti që është në fazën e projektimit ideja. Pastaj në momentin që ka një draft për këtë, pastaj në momentin që ky draft botohet në konsultim publik, nga konsultimi publik kalon në qeveri, pra miratohet në kryeministri, nga Këshilli i Ministrave, pas miratimit nga Këshilli i Ministrave botohet në QBZ. Edhe gjitha këto procese ndiqen nga media edhe publikohen nga media. Kjo është shqetësimi i hershëm, është shqetësim, një shqetësim po themi aktual, po themi unë, është edhe lehtësimi i ne kemi një sistem fiskal shumë ndolikuar, shumë me ligje, me përjashtime të veshës, me përjashtime. Një tjetër komponent që... është një sistem jashtëzakonisht i vështirë që duhet të jesh shumë i vëmendshëm në aspektin e ligjor ose të praktikës ligjore të saj. Plus pastaj që mendoj që sistemi po themi fiskal për 2026 duhet futet këto skemat e mbështetjes ose ndoshta të diferencimit për të ardhur në ndihmë shtresave, mund të ketë një lloj diferencimi për produktet ushqimore të shportës bazë, mund të ketë një lloj diferencimi të veshës, të minimalisht të veshja ushqimit duhet të ulet, nuk duhet të jetë e njëjtë me gjithë. Ka vend, siç e kanë shumë, sepse pothuajse gjithë shtetet jo më po themi të Europës, po edhe shtetet fqinje me neve, ka një sistem taksimi ose tatimi të veshës më të ullët ose të diferencuar për shportën bazë. Për të ardhur në ndihmë për të sa më familjeve, një kërkesë edhe nga biznesi kjo. Sidomos familjen në nevojë, diferencimi i të veshës do të bëjë të mundur që t'i lehtësojë familjet shqiptare, të paktën atyre, sidomos atyre që kanë nevojë, të marrin çmime më të ulura dhe ta përballojnë pak më lehtë jetën e tyre.
Sot kishte një vlerësim për çmimet, sepse dhe dje i diskutuam në emision ato çfarë ndodh me produktet e shportës, fakti që ne futemi dhe jemi futur në një spirale që vështirë të dalim. E kemi shumë të lehtë të shkojmë në një nivel të rritur çmimesh dhe pastaj është shumë e vështirë që këto çmime të shkojnë në nivelin që kanë qenë. Edhe ishte shumë interesante ishte shumë interesante një analizë, një artikull që ishte bërë lidhur me çmimet në supermarkete dhe rezultonte që në raport me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, Greqia kishte çmimet më të ulta sa i takon produkteve në supermarkete, krahasuar edhe me Gjermaninë dhe vende të tjera të BE-s. Kështu që është shumë e rëndësishme që edhe ne me politikat që ndërmerren. Greqia vend prodhues, prandaj e ka çmimet të ulura në supermarkete. Greqia është goxha vend prodhues. Edhe ne jemi prodhues, por ne nuk prodhojmë. Ne jemi vend që na jep mundësinë të prodhojmë, edhe nuk prodhojmë. Ne jemi tregtar. Dhe ndoshta është edhe një politikë prodhimi dhe industria e prodhimit duhet të jetë po ashtu prioritare, sepse garanton një rritje edhe më të qëndrueshme. Qeveria të mendojë që nëpërmjet importit realizojë të ardhurat doganore edhe realizimet të veshës në dogana, mos ta s'dua ta mendojmë këtë punë, po edhe këtu ndoshta të çon mendja që duke cënuar duke i dhënë përparësi prodhimit vendas, atëherë ti detyrimisht je ul të ardhurat doganore dhe janë një ardhur minus për buxhetin e shtetit. Janë disa po e mendojmë këtë skenarin. Po se s'duan ta mendojmë, po edhe ndoshta është kjo. Nuk po e mendojmë, po e përjashtojmë këtë skenar, po e përjashtojmë. Unë ju falenderoj. Faleminderit zoti Zepishta, faleminderit po ashtu e dashur. Kënaqësi që të kisha. Shkojmë në pak publicitet e rikthehemi sërish në studio.